Mirëmëngjesi të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën me Info Plus. Kjo nisje e sezonit tonë të ri përkon me nisjen e sistemit të arsimit në këtë vit shkollor. Për të folur me mua është sot këtu dhe për të na ndarë një urim me ne, drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit Brisela Kadia. Mirë se erdhe e dashur. Mirë se ju gjeta, mirëmëngjesi gjithëve. Faleminderit shumë për ftesën. Në fakt është kënaqësi me fillu ditën 8 shtator së bashku për Kënaqësi edhe për ne. Edhe një urim për të gjithë nxënësit, mësuesit, edhe prindërit. Qoftë një vit i suksesshëm shkollor me sa më shumë arritje, përballim të sfidave me lehtësi dhe rezultate sigurisht sipas pritshmërive dhe pse jo edhe për ti të i kalu ato. Kështu ju urojmë edhe ne të gjithë nxënësve dhe studentëve që ulen për herë të parë në bankat e shkollës këtë vit. Cila është nisja e sezonit të ri? Çfarë sfidash e presin sistemin arsimor dhe si mund t'i përballojnë ose mënyrat se si mund t'i përballojnë ato? Nëse do ta ndaja me periudha, sfidat sipas periudhave edhe ndryshojnë përtej atyre sfidave të qëndrueshme që ne kemi me nxënësit, mësuesit dhe me prindrit. Gjatë periudhës para fillimit të vitit shkollor kishim sfidën që të bëjmë gati sa më shpejt ambientet tona shkollore, të rregullojmë dhe të menaxhojmë sa më mirë burimet njerëzore në mënyrë që paralelisht me ambientin miqësor që shkolla do të ofrojë për nxënësit, që do ndikojë sigurisht në cilësinë e arsimimit të tyre, të kemi mundësi që të mbulojmë me shërbim të gjitha institucionet tona arsimore, publike dhe private, qofshin ato nga njëra anë, por edhe të gjithë nxënësit që ndjekin institucionet tona arsimore me shërbime mbështetëse për ato që kanë nevojë. Ka qenë në fakt një sfidë, po e quaj sfidë jo shumë e lodhshme, duke qenë se kemi bashkëndar edhe bashkëpunimin dhe komunikimin me drejtuesit e institucioneve arsimore, por nga ana tjetër kemi bashkëndar edhe punën e përbashkët edhe me Bashkinë Shkodër në lidhje me ndërhyrjet dhe nevojat që kanë pas shkollat tona për ndërhyrje infrastrukturore në mënyrë që të jenë gati për datën 8 shtator, që të ishin gati për ditën e sotme. Kemi bërë maksimumin e mundshëm që burimet njerëzore të jenë të përshtatshme me nevojat që sigurisht shkolla mund të ketë edhe sigurisht nxënësit mund të kenë nga ana tjetër, por kjo ka qenë sfida para fillimit të vitit shkollor. Tashmë fillon një sfidë tjetër, në fakt janë përmbyllur regjistrimet, sigurisht do ketë regjistrimet vazhdueshme sepse kemi nxënës që akoma vazhdojnë edhe rikthehen për të ndjekur sistemin arsimor në Shqipëri, janë rikthy familje dhe detyrimisht nxënësit do ndjekin shkollën, është e detyrueshme që ti regjistrojmë në sistemin arsimor shqiptar dhe t'i ofrojmë shërbim arsimor gjithëve. Por praktikisht janë të mbyllura pjesa më e madhe e regjistrimeve, transferimeve të mundshme dhe periudha e transferimeve tashmë mbyllet dhe nëse do ndodh në përfundim të 3 mujorit të parë. Sigurisht pastaj sfide vazhdueshme gjatë gjithë vitit janë rezultatet e nxënësve, puna sistematike e mësuesve, kualifikimi i tyre i vazhdueshëm, por nga ana tjetër pastaj kemi edhe bashkëpunimin sa më të mirë qoftë me prindrit, por qoftë edhe me institucionet e tjera, bashkia, universiteti, ministria, drejtoria rajonale, me të cilën bashkëndajmë edhe funksionet. E përmend edhe ti rikonstruksionin e shumë shkollave që po kryhet në Shkodër. Sa prej tyre pritet që të nisin këtë sezon të ri dhe sa do të fillojnë sezonin e ardhshëm apo më vonë me rikonstruksion? Ditën e sotme fillon shkolla Ndremjeda, nxënësit e shkollës Ndremjeda rikthehen në ambientet e shkollës së tyre, në një shkollë totalisht të rikonstruktuar, totalisht të rikonceptuar në një format të përshtatshëm për nxënësit që ndjekin arsimin bazë, e përshtatur qoftë me ambiente klasa të përshtatshme, të investuara tashmë me bazë materiale totalisht të re nga njëra anë, kemi laboratorin Smart Lab të instaluar, dentistrin brenda shkollës, terrenet sportive, një obor që është shumë miqësor, komod dhe shumë i ngrohtë për nxënësit që tashmë rikthehen në shkollë dhe sigurisht kemi shkollën me një turn. Se ky është qëllimi edhe i ndërhyrjeve infrastrukturore ndër të tjera, që në mënyrë absolute të eliminojmë mundësinë e 2 turneve. Shkolla Ndremjeda është shkolla model që tashmë
fillon aktivitetin në godinën e saj, ku duhet. Jemi në pritje të përfundimit të shkollës Koli Dromeno, që është gjimnaz. Sigurisht nxënësit do vazhdojnë të zhvillojnë procesin mësimor në shkollën e afërt, Ali Laçi, ashtu siç kemi dakordsuar edhe me komunitetin, por edhe me prindrit dhe me nxënësit. Dhe në momentin që do jetë gati, me patjetër do hyet brenda. Mendoj që do përfundoj brenda këtij viti 2025. Pritet të hyjë në rikonstruksion shkolla Ismail Qemali dhe në fakt këtu duhet përgëzu edhe vullneti shumë pozitiv i Bashkisë Shkodër që të ketë vëmendjen e përqendruar të ndërhyrjet në institucionet arsimore. Nga një anë, nga ana tjetër është edhe bashkërëndimi, bashkëpunimi që Bashkia Shkodër vazhdon të ketë edhe me qeverisjen qendrore, e cila është ajo që mbështet gjithnjë më shumë investimet në shkollat tona. Sa ndikon kjo infrastrukturë tek nxënësit? Ne vim nga një periudhë me infrastrukturë të amortizuar të shkollave tona. Janë bërë ndërhyrje sporadike, por janë ndërhyrje që me njëherë janë amortizuar me kalimin e shumë pak viteve. Dhe shpeshherë kemi patur edhe mungesë investimesh. Tash kjo është çështje edhe prioritetesh që është vendosur më përpara, por ama janë shumë të rëndësishme tashmë që paralelisht me edukimin të përshtasim edhe ambientet në të cilat këto nxënës marrin edukim. Është thelbësore në rritjen e cilësisë së edukimit. Kushtet sa më të mira t'i kenë këto nxënës për të zhvilluar procesin mësimor, sa më komod dhe të dashur të ndihen në ambientet e tyre shkollore, aq më të afër do t'jenë edhe me shkollën, me mësuesin, me librin, edhe me mësimin. Si ka qenë numri i nxënësve në këtë vit? Numri i regjistrimeve, a ka pasur një ulje apo një rritje në krahasim me vitin e kaluar? Jemi në pritshmëri që ne kemi parashikuar që në përfundim të vitit shkollor, kemi patur rikthim të nxënësve nga emigracioni, dhe kemi patur edhe shumë lëvizje të nxënësve brenda shkollave tona. Kemi patur regjistrime në shifra të pritshme, siç e kemi parashikuar në klasat e para dhe të 10-ta, qofshin këto publike dhe private, por në një numër të përgjithshëm regjistrimesh, mund të them se jemi në ato parashikimet tona. Unë nëse ju doni shifra, mund t'ju them që kemi të regjistruar në institucionet publike në klasën e parë 800 nxënës dhe në klasën e 10 700, rreth. Po eci me rrumbullakim shifrash, dhe tek private 340, mbi 340 dhe në klasat e parë dhe në klasat e 10-ta 320, mbi 320. Përgjithsisht është një shifër që përputhet bashkë me sistemin e të dhënave që shkollat tona janë të përputhshme, pra çdo nxënës nuk është i parregjistruar në sistemin SMIP që shkollat përdorin. Kështu që edhe ato që kthehen nga emigracioni, menjëherë pasi shqyrtohet dokumentacioni i tyre, vendosen të regjistrohen në shkollën ku prindi ka bërë kërkesën, dhe sigurisht nëse ajo shkolli ka patur pritshmëritë ashtu siç nuk i ka të i kalu kapacitetet. Kemi një rënje të krahasuar me vitin më përpara. A ka mbyllje të ndonjë shkolle në qarkun Shkodër? Nuk kemi mbyllje të shkollave në qarkun Shkodër, ndoshta mund të mendojmë një riorganizim të shkollave të qarkut Shkodër, por nuk është riorganizim që do bëj ndryshim të madh. Për një arsye ose për një tjetër, institucioni nuk mbyllet, vazhdon të ofrojë shërbim arsimor aty ku është i vendosur dhe aty ku ka nxënës dhe komunitet që ka nxënës që frekuentojnë arsimin. Ne jemi të detyruar t'i ofrojmë shërbim arsimor, qoftë edhe një nxënës i vetëm të jetë në atë komunitet. Dhe sigurisht me dakordsinë e prindit për ta mbajtur aty. Sepse shpeshherë kemi hasur rastin e zonave malore që e kemi diskutuar mes nesh, nëse mund bëjmë një ristrukturim në mënyrë që të afrohet, por është e pamundur për disa zona dhe për shkak të kushteve që nëse shkolla dhe godina është afër vendbanimit, atëherë ne jemi të detyruar që atyre fëmijët i ofrojmë shërbim arsimor. Nuk kemi mbyllje të shkollave. Drejtoresha, përmendëm dhe më parë arsimin me turne. Si ndikon tek fëmijët dhe është menduar një zgjidhje për fëmijët, por edhe për mësuesit? Arsimi me turne në fakt është
nuk do e quaj mendësi, është një formë organizimi shumë e vjetruar tashmë. Dhe duke qenë se po bëhen investime gjithnjë më shumë dhe vëmendja është kthyer tashmë gjithnjë më shumë në infrastrukturën arsimore, do t'ishte shumë e dhimbshme që ne të vazhdojmë dhe të ofrojmë shërbim arsimor me turne. Shkolla Ndremjeda që tashmë fillon mësimin në shkollën e saj nuk do ketë mësim me turne. Ne aktualisht, maksimalisht e kemi reduktu numrin e shkollave që bëjnë mësim me turne, kemi mbetur vetëm me 3 shkolla që do eliminohet edhe Ismail Qemali në momentin që do hyjë në rikonstruksion, sepse paralelisht me rikonstruksionin do shtohen edhe ambiente të reja që do përshtaten për klasa, për nxënësit, por edhe terrenet sportive, dhe kemi edhe 2 shkollat të tjera që vazhdojnë të japin mësimin me turne. Është diskutu dhe shpesh herë kemi diskutu mes nesh që mësimi me turne është një mësim që në fakt nxënësit kanë një orë të tyre biologjike, deri në të cilën mund ta kenë vëmendjen dhe edhe përqendrimin e duhur në procesin mësimor. Dhe nëse ne kalojmë te mësimi pasditja biologjikisht për fëmijët është një orar pushimi. Sigurisht paradite mund të kenë hapësirë dhe mundësi për të pushu, po jo gjithmonë ndodh ajo, sepse nxënësit kur janë pushim paradite vetëm lozin. Maksimalisht është reduktuar dhe sigurisht në vitin në vazhdim do punohet që të ulet edhe numri i këtyre 3 shkollave, se të përfundojmë me vetëm 3 shkolla që bëjnë mësim me turne në qytetin e Shkodrës është, me thënë të drejtën, është sukses, arritje, po. Një tjetër gjë shumë e mirë dhe është një përgëzim nga ana ime është nisma të bëjmë detyrat së bashku. Në cila shkolla do filloj dhe në cila shkolla do vazhdoj ende si procedurë kjo nisëm? Ne aktualisht e kemi nismën që në vitin, kemi një projekt që në vitin 2019 që është projekti bëjmë detyrat në shkollë, që është një shërbim që ofrohet nga shkolla, nga mësuesit e shkollës, sipas kërkesës dhe nevojave, që shkolla ka, sipas edhe kërkesës së prindërve për të patur nxënësit e tyre në projektin Bëjmë detyrat e shtëpisë. Gjatë kësaj periudhe ka qenë një projekt që për hir të së vërtetës ka funksionuar shumë mirë dhe qoftë prindrit kanë qenë shumë të kënaqur nga njëra anë, por edhe mësuesit kanë qenë shumë korrekt në zhvillimin e procesit të detyrave të shtëpisë. Dhe me thënë të drejtën është edhe ndihmëse edhe për familjen që jo gjithmonë ka kohën, por edhe mundësinë për t'i ndihmuar dhe për t'i asistuar fëmijët në bërjen e detyrave të shtëpisë. Këtë vit, kjo nisëm ka kaluar në një koncept tjetër edhe më të gjerë, që e kemi quajtur si after school. Ne si zyrë arsimore kemi dërgu propozim që të pilotohet after school-i në 2 shkolla të qytetit të Shkodrës, në mënyrë që të kemi mundësi edhe ta shohim se sa i suksesshëm është pilotimi dhe sa i suksesshëm është qoftë me mësuesit, qoftë me nxënësit, por edhe se sa të kënaqur do jenë edhe prindrit me këtë nisëm. Dhe sigurisht nëse do jetë e suksesshme si nisëm, synohet që pastaj të shtrihet dhe të implementohet edhe në shkollat e tjera publike të zyrës, jo vetëm të zyrës arsimore Shkodër, por në rang republike në të gjitha shkollat publike. Kemi shkollën Ndremjeda që do filloj ta ofroj këtë shërbim. Sigurisht është një veprim që do ndërthurim organizimin qoftë me ministrinë, po qoftë edhe me bashkinë për realizimin e sa më korrekt të procesit after school. Cilat klasa mendohet të prek si projekt? Gjithë shkollën. Të gjithë shkollën. Do jetë gjithë shkolla që do i nështrohet after schoolit. Ne aktualisht operojmë me klasa në fakt në projektin Bëjmë detyrat e shtëpisë, që është projekt që vazhdon që nga 2019, po operojmë me klasa nga njëherë përtej edhe sigurisht kërkesës e prindit nga njëra anë, nevojës së shkollave nga ana tjetër, por edhe nevojës së vërtet të nxënësve të caktuar në nivele të caktuara për të ndjekur dhe për të mbështetur gjithnjë më shumë me detyrat e shtëpisë nga mësuesit. Cilat janë sfidat më të mëdha që po përballet sistemi jonë arsimor sot? Dinamikat e shoqërisë janë të larmishme dhe në fakt jeta është bërë shumë e vrullshme dhe zhvillimet teknologjike po bëjnë të mundur që
fëmijët tanë, tash se s'po e ndaj nga nxënësit, po fëmijët tanë të kenë botën në dorë dhe të kenë njohurie dhe informacioni në dorë. Një mori informacioni që jo gjithmonë përputhet me moshën dhe jo gjithmonë përputhet edhe me situatat që nxënësi vetë, fëmija vetë është përballë qoftë në familje, po qoftë edhe në rrethin shoqëror. Është sfidë shumë e madhe teknologjia, përballja me teknologjinë dhe qasja që ne mund t'i japim teknologjisë, përdorimit të saj në shërbim edhe të edukimit. Në shkollat tona tashmë vazhdon dhe investohet për smart labet, laboratoret inteligjent. Kemi patur 2 në fillim, pastaj janë shtuar dhe kemi arritur në 14 dhe synohet të shkojmë në 16. Ideja smart labeve është që jo vetëm lënda informatikës të zhvillohet në atë laboratorin inteligjent, që ka kompjuterat, ka smartboardin dhe ka edhe programet të instaluara të përshtatshme për të zhvilluar informatikën, por këtë vit do vazhdojnë të gjitha lëndët të zhvillohen në laboratorin inteligjent, sipas një skedulimi që do t'i bëj vetë shkolla, një grafiku që do bëj vetë shkolla në koordinim edhe me mësuesit e shkollës. Dhe kështu nxënësit do kenë mundësinë që ta integrojnë atë edukim, atë çka marrin nga libri, ta integrojnë edhe në teknologji dhe ta shfrytëzojnë për të mësuar. Ideja është që sa më shumë teknologjia të kthehet në funksion të edukimit dhe sigurisht të eliminojmë maksimalisht sa të kemi mundësi përballjen e fëmijëve, nxënësve me shumë të njohura situata, por shumë të pamundura situata mu përballu nga mosha e tyre. Dhe sigurisht edhe qasja që ato mund të kenë është totalisht e ndryshme nga një i rritur. Një rregullore e re e Ministrisë së Arsimit që është publikuar para disa ditësh, thotë që nxënësit që do të kapen me celular në shkolla do të përjashtohen. Si e mendon ti personalisht këtë rregull? Në fakt, kjo rregullore, ose po them ky udhëzim i ri që tashmë ka dalë, është një zgjerim edhe më shumë i asaj çka ka qenë implementuar në pika të caktuara në udhëzimet e fillimit të vitit shkollor, ose në atë rregulloren shkollore që shkollat kanë. Dhe bërja një udhëzimi të tillë sigurisht na ndihmon të gjithëve. Me këtë dua të them që shkollat, sepse ne veçanërisht problemin e kemi patur me gjimnazet edhe shumë mund ta kemi patur me klasat e 9-ta të arsimit bazë, që kanë një celular në dorë dhe për shkak edhe të qasjes së tyre në adoleshencë etj. E ndjejnë veten të domosdoshme me majt celularin në klasë. Shkollat në vetvete kanë patur një rregullore që e kanë ndaluar përdorimin e celularit. Dhe në gjimnazet tona kjo ka funksionuar në fakt. Përgjithsisht ka funksionu, sepse shkolla vetë para klasa, mësuesja klasës, para fillimit të procesit mësimor, i kam lënë celular që nxënësit kanë pas me vete dhe ja ka dhënë atyre pastaj në përfundim të procesit mësimor. Tashmë kjo është e përcaktuar në udhëzim që ndalohet përdorimi i celularit, qoftë nga mësuesit, qoftë edhe nga nxënësit në procesin mësimor. E përcakton të drejtat dhe detyrimet e secilës nga palët, qofshin këto nxënës, mësues ose prindër, për përdorimin e celularit, dhe çka është më rëndësishme, që ne shpesh anashkalojmë të gjithë në fakt, sepse nuk na pëlqen, paralelisht me të drejtat vijnë edhe detyrimet. Dhe shkelja e detyrimeve dhe të drejtave vjen me penalitetet. Dhe penalitetet që ka parashikuar udhëzimi në fakt janë të domosdoshme. Janë të domosdoshme që edukimi të jetë sa më cilësor në institucionet arsimore. Dhe penalitetet janë parashikuar që nga këshillimi deri pastaj në kalimin në komision disipline dhe marrja e masave nga komisioni. Prandaj e quaj një udhëzim shumë të domosdoshëm. Sigurisht ne do përdorim inteligjencën artificiale në edukim, po ama nuk mund të lëmë të përdorim pafundësisht celularin në procesin mësimor, sepse largon vëmendjen qoftë nga mësimi, po edhe përqendrimi. Dhe sigurisht do të jemi shumë jo eficient në atë çka ne synojmë të arrijmë me nxënësit tonë. Keni bërë një drejtim shumë të mirë të zyrës vendore të arsimit Shkodër dhe për këtë dua të të komplimentoj. Si ja ke dalë të arrish? E para të falenderoj shumë. Por nuk mendoj se kam bërë më të mirën, ka prap shumë punë për të bërë, gjithmonë
e pranoj dhe këtë që ndoshta edhe ku punohet edhe gabohet dhe mund të punohet edhe më shumë për të përmirësuar diçka. Çelësi i gjithë kësaj ka qenë komunikimi me të gjithë drejtuesit e institucioneve arsimore, qofshin publike dhe private. Në fakt, si drejtuese jam përpjekur gjithmonë që të mos i ndaj në asnjë moment shkollat publike me shkollat private. Ajo çka ofrojnë është edukimi i fëmijëve tanë. Dhe për aq kohë sa edukimi i fëmijëve tanë është përgjegjësi e zyrës arsimore për ta ndjekë si proces dhe për ta përmirësuar sa më shumë, sigurisht përgjegjësia bën qoftë në institucionet publike, qoftë në private. Ajo çka mund të them ka qenë çelësi i komunikimit. Nuk i kam ndarë asnjëherë njërën nga tjetra nga njëra anë, por kam gjetur gjithmonë një urë bashkëpunimi me secilën nga këto shkolla dhe nuk jam përpjekur kurrë që të ushtroj autoritet që kështu them unë dhe mbyllet diskutime. Ajo çka jemi përpjekur të gjithë si staf të bëjmë është që të ulemi dhe të diskutojmë cila është më e mira zgjidhje që duhet të bëhet ose të jepet një situate ose një gjëje të caktuar. Kjo ka qenë, po pastaj në fund të ditës unë jam mësuese vetë dhe vi nga një rreth shumë i gjerë mësuesish dhe ti je mësues në Shkodër, sigurisht ke shumë të gjerë rrethin profesional, po nga ana tjetër ke edhe shumë të gjerë rrethin e prindërve që i njeh dhe dash të pa dash do komunikosh edhe për te i fakti që mund të mos jenë prindër të një shkolle publike ose prindër të një shkolle private. Një zonjë kaq e fortë, kaq e mirë dhe kaq e arritur duhet të ketë një mbështetje shumë të madhe personale. Kush është ajo për ty? Në mënyrë absolute është familja. Nëse unë nuk do të kisha persona në familje që më mbështesin dhe më lehtësojnë nga shumë gjëra që unë bëj, e sigur që nuk doja kisha dalë dhe e sigur që nuk do kisha ecë deri këtu dhe ndoshta do isha frenu rrugës sepse vjen një moment që njeriu bën edhe disa balanca. Por për hir të së vërtetës kam pas vetes një familjen e tim shoq që më mbështet shumë dhe është shumë rëndësishme që të kesh dikë që të mbështesë edhe në rritjen e fëmijëve. Po, sigurisht edhe familja ime në mënyrë absolute sepse aty kam rënjët. Më sikletose pak në këtë pyetje, se zakonisht nuk jam mësuar të flas shumë për pjesën personale, pavarësisht se me publikime mund të jetë ndrysh. Të falenderoj shumë për këtë intervistë të veçantë dhe për kohën që të morëm sot në një ditë kaq të rëndësishme. Dua t'ju falenderoj të gjithë ju që na ndoqët dhe prap një urim i veçantë për të gjithë ata, sidomos që ulen për herë të parë në bankat e shkollës. Urime dhe shumë suksese në çdo hap që do të hellni.